Do të vijë ai moment kur e rrësohen sytë. Do të vijë momenti kur rajet e zemrës paksohen. E s'do kesh forcë të thuash asnjë fjalë. Ai moment kur endesh në spitale, me shpresën se do kthehesh në shtëpi përsëri. Aty kur çdo buzëqeshje del nga shpirti. Aty ku të rritur e familje luftojnë për jetë a vdekje. Aty ku çdo korridor spitale shlotojnë sytë me plot dhimbje. Aty ku thuhen lutjet nga thellësia e shpirtit, ku çdo rraje e zemrës ndalet e mbaron çdo gjë. Aty ku çdo dhomë ka plot njerëz, e ku familjarët presin me mall me i përqafue. Aty ku lind e vdes njeriu. Aty ku ndjenja të tretën e ajrës ke shpresë me i nda me askënd. Aty ku zemra pompon pak nga pak, e njerëzit e tuaj drejtojnë qiellit dhe lutjeve për ty. Po në fund gjithçka ndalon. Gjithçka ndalon. E mbetet vetëm një fletë. Vetëm një fletë e varur në mur ku shkruan: s'jeton më. Atë ditë do të përballesh me jetën e vërtetë. Atë ditë do të ndryshoj ngjyra e pamjes tone. Atë ditë do të humbet shkëlqimi i syve tu. Sa e çuditshme kjo dynja. Sa e çuditshme. Dikush lind brenda një sekundi, e dikush vdes, dikush se murët, dikush arrin diçka që gjithë jetën e ka prit, e dikush dështon për punën që deri tash është munue. Për dikë ndoshta është dita më me fat e jetës së tij. Por mund me kanë edhe më e vështira që ka kaluar ndonjëherë. Po çka? Çka kur s'do të kesh më as ditë as natë, as dimër as pranverë, as nanë, e as babë, e besa dhe emri yt harrohet. E aja emër do mbetet vetëm në një pllak të ftohtë mërmeri. Asnjëherë mos harro se aty ku ka fillim ka dhe fund. E jetës tonë një ditë ka me ardhur funi. Tu deshte 9 muaj me dalë në këtë dynja. Si i vogël ke ndru gjana që i ke dasht, u rrite dhe vazhdove jetën deri në këtë moshë të shtyr. E çka do bësh tash? Çka do bësh tash? Vjen fundi. Vjen fundi e trupi yt. Trupi yt do të mbështjellet me një mbulesë të bardhë. E për ty do të fillojnë të çajnë të rritur e fëmijë.
Ti do t'i dëgjosh. Do t'i dëgjosh e s'do mund të lëshosh me asnjë zon. Pastaj do të bëhet gati. Do të bëhet gati vendi i errësirës ku do të futesh. E gjysmë e shpirtit familjes tane do të mundohet me hyrë në varr me ty. Atë ditë gjithë pasuria jote do të zhduket. S'do të kesh më makinat shtrejta. S'do të kesh më veshin me vlerë të madhe. S'do të mund të shëtitesh më në këtë botë. E s'do mund të marrësh as ushqimin me plot shije. Por do bëhesh ushqim për krimbat në tokë. E çka do marrësh me vete? Me vete do marrësh vetëm veprat e tua. Dhe do shkosh drejt qiellit. E atë ditë do ta kuptosh se si ke jetuar. E do fillosh nga fillimi. Do fillosh nga fillimi aty. Aty ku ke mbaruar. Mos harro si jetove. Do t'jesh vetëm. Edhe atë ditë kur do zgjohesh në mëngjes e t'jetë dita më e bukur e jetës tane, do festosh vetëm. Edhe atë natë kur s'do kesh gjumë në sy, nga kaplimi i mërzisë, do qash e do jesh vetëm. Në çdo rrugë që do zgjedhësh, do jesh vetëm. Vetëm ti. Vetëm ti do jesh në çdo pengesë që do shkelësh me këmbë. Do jesh vetëm. Edhe kur të rrëzohesh, do jetë vetëm dora jote që do të ngritë.